Projekti kanalizimeve të ujërave të bardha dhe të zeza në qytetin e Lezhës po shkon drejt fundit. Nënkryetari i bashkisë, Fatjon Zefi, bën të ditur se në pjesën më të madhe të rrugëve është realizuar shtrirja e tubacioneve nëntoksore, bokseve dhe ndërtimi pusetave të mëdha. Po vazhdon me progres pozitiv. Deri tani janë kryer pjesa më e madhe e punimeve nga kompania e kontraktuar. Kanë ngelur një segmente të vogla, siç janë rrugën Kosova, ku sapo kanë filluar me hapjen e kanaleve. Bulevardin Gjergjfishta pothuajse kanë përfunduar, kanë ngelur vetëm lidhja me tubacionin kryesor, pra tubacionin e ri të rrjetit ekzistues. Me stacionin e pompimit sapo kanë filluar, po bëhen gati për pilotimet këtë javë dhe pastaj për përfundimin. Brenda muajit qershor synohet të përfundohet asfaltimi i rrugës dhe rikthimi i normalitetit në Lezhë. Janë 43 akse rrugore që do të rehabilitohen në qytet dhe zona periferike, ku nuk ka pasur ndërhyrje prej dekadash. Presojmë që brenda qershorit të mbarojë pjesa dërmuese e punimeve që kanë bënë me kthimin në gjendjen e mëparshme të rrugëve dhe pastaj është faza e dytë, që është rikualifikimi i këtyre rrugëve, ku bashkia i ka kryer procedurat e prokurimeve, është përzgjedhur dhe kompania fituese dhe shpresojmë që ta kapim fillimin e sezonit turistik, pra ku ngarkesa e trafikut është më e madhe, shpresojmë që ta realizojmë që t'i kemi gjitha rrugët e asfaltuara. Projekti i rehabilitimit të rrugëve urbane përfshin 43 rrugë urbane, ku janë të shtrira në gjitha edhe zonat e qytetit, edhe kap edhe periferinë. Dhe janë përfshirë edhe këto rrugë ku ka ndërhyrë projekti i KFV-s gjermane. Ndërsa projekti i rehabilitimit të rrjetit të bardha është kompleks i përfshirë, ku përfshin edhe projektin e ujësillësit të lagjes Nën Tereza, ujësillësin Gota i Kakarriç, përmirësimin e infrastrukturës që bën furnizimin me ujë të pijshëm të Shëngjinit, e cila në total kap një vlerë prej 18 milionë euro. Ky projekt i financuar nga banka gjermane KFV me vlerë 18 milionë euro i jep zgjidhje përfundimtare problemit të përmbytjeve në qytetin e Lezhës.